Ne kemi probleme me kodin aktual. Ne 115 dhe ne 117. Njëri të dy kodet ndërhyrë njëri tjetrit dhe abuzojnë policia rrugore duke heq letrat e drejtimit Kadri Isa. Pra mund duhet të sqaroj publikun që e merr lejen e drejtimit Kadri Isa 24 vjeç dhe e merr me motor mbi 1000 kubik. To si mas njërit nëni, thotë nga çdo lloj motomjeti deri në mbi 16 kW. Tjetri thotë për 2 vjetet e para, thotë duhet heci me motor 16 kW. Mi fjalë më pak se A2-shi. Dhe këtu unë kam me qindra mesazhe dhe dje në telefon që qytetarët shqiptar ju merret leje drejtimit padrejtisht, sepse nuk është kjo dhe në DPSHTR me shumë dashamirësi edhe në ministri e pranojnë që është gabim, është lapsus në kod rrugor, por nuk e merr kush ose i kanë bërë shkresë drejtorisë përgjithshme shërbim transport të policisë shtetit, por nuk e nxjerr njëri një qarkore që t'i informoj policë që për këtë nen nuk do të sankciononi qytetarët. Dhe unë edhe kësaj medie të nderuar bëj thirrje që t'jemi vigjilent dhe për këtë që them unë, maj përgjithësi për çdo fjalë që them këtu, ju jap nenet vavend dispozicion, të shkoni dhe të interesoni dhe këto janë si të fusish njerëz t'i kapësh në rrugë, t'i fusish në burg padrejtisht. Këto ndryshime, kur u miratuan, u pyet interesi? Për hir të vërtetës, jo. Dhe unë isha në një fazë që po takoja ligjvendës duke patur njohjet e mia, për të kërkuar formalizimin e autoshkollave, për të kërkuar ndryshimet e kodit rrugor që disa gjëra të sankcionohen, të rregullohen në 121, sepse ne jemi vend që duhet të shkojmë me i leje drejtimi të standardeve europiane në Europë, sepse shpejti do aderojmë atje. Edhe në mënyrë të beft, pas ja majtën 2 muaj në përsëritare, nxorën mbrana javës dhe e kaluan është ligj tani. Për të arzu këtë ligj duhet të drejtohesh gjykatës kushtetuese, por to i bëjnë për të vënë sanksione dhe për të dënuar qytetarët, po për ligjet e vetat që kanë që kodin rrugor, 2 ministrit, infrastruktura dhe Ministria e Shëndetësisë për të bërë një uzim të përbashkët